E keni parasysh të them unë gjithmonë që ëndrat bëhen realitet, por kërkojnë kohën e duhur. Ja ku kam dhe unë një kuti në dorë që është një ëndër e imja femërore e plotësuar dhe sot do bëjmë unboxing. Ja dhe Gogo sot këtu që ka bërë shenjat për të treguar që kutin më zguxo ta hedhër se e dua unë. Tani do hap pakën. Unë kam hapur qik më përpara këtë qesën që ta kisha shumë më të kollaj, se nuk doja të vënosha. E gjeni do që unë të ketë tu? Më vjen të qeshur. Oh my god, së më besoj. Gogo, kjo kutia është zyrtarisht e jotja tani. Po, kam në dorë Dysonin tim, nuk më besohet, Sa i bukur që është. By the way, e ka emrin Phoenix, kështu ja kam vënë. Unë kam marrë këtë për kaçurellat sigurisht, se nuk doja t'i prishja kaçurellat e mia, kam qenë shumë në dilemë prej 3 vitesh që kur vendosa të rris flokët, kam 3 vite që do kam filluar të rris flokët, sepse ata që se din, unë kam pasur flokët qeros ose shumë të shkurtra. Dhe kur vendosa të rris flokët, i premtova vetes time që kur të rriten flokët do të blej një Dyson. Dhe mendoja që do merja Airwrap Dyson, por pastaj vendosa që jo, nuk dua t'i prish kaçurellat e mia të bukura, përkundrazi dua të kujdesem më shumë për to. Kështu që kjo është Dysoni im. Oh my god, s'më besohet. Ky është investimi më i madh që mund të bëj një femër për flokët e saj. Dhe të gjithë gocat që e duan një Dyson, besoj më kuptojnë. Unë kam 3 vite që e kisha vendosur që do e blija, dhe s'përgjeja momentin e duhur, por shkurti ishte momenti i duhur sepse një në website-in zyrtar të Dyson, e kam blerë në website-in zyrtar, mu ofrua 100 pound zbritje, dhe pas kësaj mu ofrua dhe një 10% tjetër zbritje, me që isha kliente për herë të parë. Dhe me thënë mora 120 pound zbritje. Kushti i falë 120 pound, asë një... Oh my god, oh my god. Qa ka këtë të tja? Se më qënuar jam. Kështu që shkurti ishte momenti perfekt për mua, mu ofrua dhe ofert nga universi, unë ndjeva e suportuar, dhe mendoj që ka marrë Dysonin më të lirë që mund të marri do një vepër ndonjëherë. Unë e ka marrë thjesht 260 pound dhe duhet të falenderoj kushërirën time të mirë Anxhin në Angli, që ma bëri të mundur që të ma transportoj këtu në Shqipëri. Të dua shumë. Difuzori! Që ka i rënd. Kjo është kutia që mban difuzorin. Edhe kutia tjetër tani. Oh my god! Ok, kësha menduar që dishtë më e rënd. Nuk që ka da që rënd. Unë da shohë herë vetë për parë. Oh my god, që ndjesi e kjo kutia. Oh my god, që ndjesie. Edhe këtu ka tjetër material. Akoma dhe mi but këtu. Ca i bukur që është Phoenixi, ca i bukur. A me këto gjëra knaqe më, gjërat vogla. Ekuivalente për çunat, kjo është zërë se keni bler PlayStation 5. Kështu që edhe ju çunat duhet na kuptoni. Po pëna i gafë pa edhe. Sa të bukula. Oh my god. Sikoni sa e bukur që është. Që emocion. Kjo tani kam përshtypjen që është për t'i bërë kështu për t'i hapur. Duket që është materiali mirë për zotin.
Kjo është ajo që I bën të drejta, po nuk e di, a do e përdorur këtë ndonjëherë apo thjesht për të thënë. Oh my god, s'më besohet. O kokoshiti, hajde mi mami. Sa emocionuar jam, ndrydhen gishta. Po të tjerat ku janë? Duhet janë këtu. Oh my god. Pita lepa këtu. Qa ka këtu? Okej, kjo është ajo që hedhe ajrin. Një kokë tjetër. Është e koka tjetër këtu. Se di unë, to do I mbaj me kuti unë pastaj apo veç e veç. Është I kjo koka kështu. Që që frizin duket. Sa I bukur. Që ja me vërtet shumë cilësi të mira. Duket që kur e prek, nuk është thjesht ajo ndjesia kauçuku. Po kjo çfarë është? Okej. Kjo është friza, besoj. Tu ka me scan to unlock your exclusive benefits. Vallai goxha benefit mora unë që më bët gjitha ta ofert ju. Apo nuk ka rënë paundi. Dash ka 1/7. Nuk bën të friza tona shqiptare kjo. Besoj që do kem 1/7. Po tani nuk jam të e marrë për shtatësin se oh my god, që ka dhe më e bukur ngjyra live se sa ishte në video apo në foto që e kam parë në internet. Tani këto unë do duhet t'i lexoj e t'i studioj se këtu ka aq shumë butona sa unë nuk ja them fare. Pas ka dhe I pasqyrë këtu. Tu në mes ka një pasqyrë. Mund të shikosh syrin të. Oh my god, të provojmë a di me vende një kokë ne këtu apo ja? Sa kollaj që ishte. Duket është me magnet. Më shkon. Pritë që do provoj kokën time të preferuar. Besoj e dini kush është koka ime të preferuar. Është difuzori, sigurisht. Oh my god. E vek shumë. Sa I bukur, zot sa butona. 1, 2, 3, 4, 5. Duhet ta studioj. Sa bukur. Më shkon. Jam shumë e lumtur dhe uroj që secila prej jush që ka dëshirë të marrë një Dyson e marrë sa më shpejt, sepse ju e meritoni, flokët e juaja e meritojnë dhe jepjani vetes kënaqësinë për të thënë faleminderit, bravo për gjërat që arrini, për luftrat që keni kaluar, sepse për mua ky Dyson nuk është thjesht një tharse, nuk është thjesht një luks apo një gjë e shtrenjtë. Është diçka që unë ja pra ta premtuar vetes time që kur të vi momenti I duhur dhe nëse ti nuk I pret flokët, do të ta dhuroj dhe do ta blej me shumë dashuri Dysonin për të thënë faleminderit dhe kur erdhi momenti për ta bler me thënë drejtën isha shumë gati për t'u stepur. Pastaj I kujtova vetes 3 vitet e fundit sa të vështira kanë qenë për mua dhe thash vetes ti e meriton dhe boll I theve premtime vetes tënde. Dhe çfarë ndodhi? Në momentin që unë vendosa për ta marrë, universi më solli oportunitetin për ta marrë me ofertë. Ndihem sikur e ka marrë falas fare në krahasim me çfarë kushton në të vërtetë kjo. Ndihem vërtet njeri me fat dhe mora shenjë nga universi që mos u step kur nga gjërat e mira që ti premton vetes dhe shpërbleje veten pas momenteve të vështira. Dhe ky Dyson, jo më kot ja kam vënë emrin Phoenix, është fix energjia që unë jam të kohë që po rilind si një Phoenix pas një periudhe 3 vjeçare shumë të rëndë emocionale,
psikologjike, njerëzore, shpirtërore dhe energjetike, dhe ky Dyson është fillimi i ri, një fillim kur i them vetes time që ti meriton çdo gjë të mirë. Dhe e bëra këtë fjalimin në fund për të të thënë ty vajzë e dashur, femër e dashur, që edhe ti e meriton të mirën dhe mos ja moho kur vetes tënde. Uroj të shoh sa më shpejt story të juaja me Dyson. Dhe nëse ndonjëra prej jush merr Dyson këtë periudhë, e pres që të më çoni një foto, apo ju që i keni, na tregoni si ta përdorim, ose ndonjë sekret që ne nuk e dim, ose na çoni foto që të shikojmë cilin version ju keni. Paçim dhe mos harroni që ëndrat bëhen realitet, por ju duhet keni besim dhe duhet të guxoni që ti merrni ëndrat e juaja, se nuk do ju servire në pjatë argjend. Dhe mbi të gjitha dua të them që shpesh herë nuk është paraja ajo që ju pengon për të bërë ëndrat realitet, po jeni vetë ju. Paçim dhe kalofshim mirë. Paçim nga unë dhe Phoenix.